biles të parë që janë Gjerman. Nëse do kisha desh me zgjell ku me lind, kisha zgjell fishten. Edhe aty e Pa tjetër. Gjet në fisht. Mirësiga për zoti. Faleminderit shumë. Po besoj prej mëngjesit deri në këtë orë të pasditës, je këtu të tregon pak. Pika po ndale telefonin, s'ka lidhje. Se e di që ke shumë punë. E nisim në orën 11 deri në orën 4 të pasdites. Këtu kena është hera e parë që jena atu e ba këtë vit. Këtu kena edhe biletat, tek pjesa e parë është harta që të shpjegon krejt shtegun. Shtegu fillon prej këtu, janë tabelat sinjalizuese që të shpjegojnë rrugën. Gjithashtu gjatë rrugës janë edhe pjesë nga veprat e gjershfishtës, pjesë shkputme. Pastaj kalon në zemër të fshatit, futesh tana bujtinat, hapin dyert sot, edhe presin me produkte të ndryshme, tradicionale dhe me pije tradicionale. Do thotë vizitorët që vinë kanë mundën edhe me bujt këtu. Me nejt, me qëndrum. Po, nëse kena dhoma të lire pa tjetër, po sot munden me vizitu, me i pa krejt shpijat, me pa mikpritjen fishtjane. Tregon pak për të interesuarit deri më tani, a kemi njerëz nga të gjitha trevat, prej orës 11 për kur për so ke mujt me evrej? Po, realisht nuk kena shumë që kena vazhdu, po deri tash shifet shumë mirë. Kena prej krejt Shqipnis, prej Kosovës, gjithashtu kena edhe të huj. Biles të parë që janë Gjerman. Port kanë qenë Gjermanë që ju ka interesu. Emri juaj më falë? Ornela. Ornela, dush me qene e fshatit fisht. Po, jam prej fishte. Po du më të pyt pak në personale, si është me qene fishtës, duke pasur parasysh që vetëm pak metër në fakt në ndonë edhe shtëpia ku ka jetu një pjesë të jetës atë gjershfishta. E re e këti vendi, e shumë e re, tregon pak për ndjesit e tua. Realisht është fat shumë i madh për mu me kenë prej fishte, me kenë vajzë fishtet. Krenari e male edhe realisht jam shumë e lumëtor. Nëse do kisha desh me zgjell ku me lind, kisha zgjell fishten. Edhe aty e Pa tjetër. Sa i përket biletave, po kthehemi prap, a ka ndoshta ndonjë lirim prej pagesës për ndonjë mosh apo? Për fëmijët është falas, ndërsa për pjesën tjetër është 10.000 lekë. 10.000 lekë? Po, ndërsa për fëmijët është falas. Gjë që po besoj nuk u i prish punë për gjithë ata të cilët kanë ardhur deri tash. Patjetër që jo. Adem, ideja është ma shumë me kthy jetë fshatit, me kthy atë jetë që ka nevojë. A ka jetë fishta jashtë ditëve të fishtës? Po. Banorët, njerëzit? Po, këtu në fisht janë hapë 7 bujtinat ndryshme. Është mrizi zanave, oazi fisht, janë 2 restorante. Edhe realisht ka lëvizje fjatë. Po, është kthy mirë edhe po do në që çdo ditë adin me u kthy sa ma mirë. Ornela, pata shumë kënaqësinë që bisedova me ty, po du me u pajis në qoftë se mundëm me njërën për kësaj me ndjek edhe pikat, edhe po besoj edhe biletën. Pa tjetër që po. Do ta japim që me na ofru, i kemi 12 në qoftë se nuk gabom, apo jo që kemi me i vizitu edhe me i po. Po, janë 12 bujtinat ndryshme. Fillon prej tek shtëpia ku ka banuar gjershfishta, pastaj ndalesa e dytë është memoriali i gjershfishtës. Po, tek vendi ku ka leja gjershfishta. Pastaj ndalesa e tretë vazhdon tek guest house-et. Si në shtëpi tënde? Po, gjitha guest house-et merren me rrallë edhe ti kalon përmes fshatit ku janë hap tana dyert. Rënofshi ton jetën. Faleminderit. Faleminderit, madhërat ju utëm këtë.